Interpelanca kërkohet në përputhje me nenin 80 Kushtetutës. Qëllimi i kësaj interpelance është të jepen sqarime lidhur me trajtimin e kafshëve të shoqërimit shtëpiake të braktisura në përmbushje të detyrimeve të vendosura nga ligji numër 10.465 i 2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë. Fillojmë duke respektuar minutazhin. Zoti Braçe, keni drejtën për të parashtruar interpelancën 7 minuta. Faleminderit drejtuesës së seancës. Ministër, shumë faleminderit që jeni prezent këtu, edhe pse funksioni juaj ka pak lidhje me çështjen për cilën do flas. Besoj ju do të flisni për pushtetin vendor, përgjegjësitë e tij në këtë aspekt. Unë do të flas për shëndetin e mirëqenien e kafshëve shoqëruese. Këtë gjë e vlerësoj si shenjë respekti ndaj Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, ligjit, domosdo. Po edhe ndaj atyre, edhe ndaj atyre. Pra e vlerësoj si shenjë respekti ndaj Kuvendit, ndaj ligjit, prezencën tuaj këtu. Natyrisht kjo nuk më bën të harroj se përgjegjësi drejt për drejt për këtë çështje, apo përgjegjësia e drejt për drejt për këtë çështje është Ministria e Bujqësisë, Agjencia Kombëtare e Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, Ministri i Bujqësisë që është titullari i këtyre institucioneve, mungesa e cilit është mungesë e thellë respekti ndaj Kuvendit, mungesë respekti që nuk fsheh pa aftësinë epike për të lexuar, jo thjesht për të mos bërë punën. Në këto kushte, unë do ta bëj interpelancën, sepse dua të bëj punën time, po jo pa thënë sa më poshtë vijon, duke përfituar edhe nga prezenca e zëvendës kryeministrës këtu, si titullare e qeverisë. Spari nuk mund të përcaktoj një kryetar grupi, se me kë unë deputeti duhet bëj interpelancë. Është në lirinë time të plot të zgjedh çështjen dhe ministrin përgjegjës për këtë punë. Së dyti nuk mund të përcaktoj një ministër nëse do e bëj ai apo një ministër tjetër interpelancën e kërkuar nga unë me të. Kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit njohin vetëm një delegim, delegimin e kryeministrit tek ministri, po jo të ministrit tek ministri. Së treti, nuk mund të përcaktoj zyra apo drejtuesja e zyrës përgatitjes së seancave plenare në bashkëpunim me dy të tjerët, se me cilin ministër do ta bëj deputeti, pra unë interpelancë. Dhe së katërti, edhe pse nuk është shumë e modës, të gjithë bashkë ta më sipër duhet lexojnë para se të ndajnë se krijesa e kujt është filani apo fëstëku apo fistiku. Minister, nëse lexonin, besoj që do të bënin punën. Me që të gjithë këta nuk e kanë bërë, po e bëj unë këtë gjë, pra po filloj unë të lexoj ligjin dhe aktet nënligjore në fuqi, për të thyer edhe rregullin e përtatësisë mendore që funksionon maksimalisht këto kohë. Po lexoj ligjin për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë, i cili në seksionin 2, sistemi i identifikimit të kafshëve të shoqërimit, thot shumë qartë, të gjitha kafshët e shoqërimit duhet i nënshtrohen procesit të identifikimit. Të gjitha kafshët e shoqërimit identifikuar duhet të regjistrohen në regjistrin që administrohet nga autoriteti kompetent. Ndërkohë që në pikën 4 thuhet qartë, ministri miraton rregulloren për kacë, ku përcaktohet forma e identifikimit të detyrueshëm sipas pikës 1 të këtij neni. Në nenin 54, njësitë e qeverisjes vendore ngarkohen me këto përgjegjësi, të bashkëpunojnë me autoritetin kompetent dhe strukturat e shërbimit veterinar për zbatimin e masave profilaktike për kufizimin dhe çrënjosjen e sëmundjeve infektive në kafshë. Të bashkëpunojnë me autoritetin kompetent dhe strukturat e shërbimit veterinar shtetëror për zbatimin e legjislacionit veterinar në funksion të shëndetit kafshëve. Të mbajnë në kontroll dhe zbatojnë kërkesat e këtij ligji për kontrollin e qenëve, macave të rrugës, duke bashkëpunuar me shërbimin veterinar shtetëror, të përcaktojë vendet e azgjësimit ose të grumbullimit të kadavrave të kafshëve dhe të bashkëpunojnë për eliminimin e tyre. Të marrin masa për rrethimin, ruajtjen e pikave të grumbullimit të mbetjeve e të vend groposjes kadavrave dhe të ndalojë hyrjen e kafshëve të tjera atje.
Neni 64, liria e lëvizjes kafshëve përcakton se pronari ose kujdestari i kafshëve u siguron lirinë e nevojshme të lëvizjes, në varësi të llojit të tyre, lëvizjet nuk duhet kufizohen në një mënyrë që shkaktojnë vuajtje ose dëmtime të panevojshme. Neni 65, kërkesat e mirëqenies, bëhet fjalë për mirëqenien e kafshëve, përbëhet nga 3 pika, kafshët mbashtohen ose përdoren në mënyrë që i përshtatet qëllimit të mbajtjes së tyre në përputhje me nevojat e tyre fiziologjike dhe veçoritë e llojit dhe kështu vazhdon duke saktësuar ndërhyrjet kirurgjikale ose manipulimet të cilët u shkaktojnë ose mund të u shkaktojnë kafshëve dhimbje dhe vuajtje kryen vetëm me anë të anestezisë. Neni 76 përcakton veprimet që bien ndesh me mirëqenien e kafshëve, siç janë shkaktimi i torturës, dhunës fizike dhe verbale, sjelljes njerëzore, frikës, dëmtimit, dhimbjes, vuajtjes, shqetësimit ose ankthit dhe përjashtimin e rasteve të lejuara në këtë krye. Dhe kështu me radhë. Neni 77, ushtrimi i kontrollave, shërbimi veterinar rajonal organizon kontrollin dhe vëzhgimin për përmbushjen e kërkesave të këtij kreu. Shoqatat e mbrojtjes dhe të mbashtimit të kafshëve detyrohen të bashkëpunojnë me shërbimin veterinar rajonal në përmbushjen e përcaktimeve të këtij ligji. Përfaqësues nga shoqatat e mbrojtjes të kafshëve mund të marrin pjesë në kontrolle në rastet kur vetë shoqata e cila ka iniciuar atë duke dërguar një njoftim për shkeljen e kërkesave për mbrojtjen e mirëqenies së kafshëve. Shërbimi veterinar rajonal njofton shoqatën për kohën e kryerjes së kontrollit. Neni 80 bën fjalë për qendrat e përpunimit pas ngordhjes së kafshëve dhe thuhet shumë qartë bëhet në qendrat e përpunimit pas ngordhjes sipas rregullave sanitaro-veterinare. Qendrat përcaktohen nga organet e qeverisjes vendore me pëlqim të shërbimit veterinar rajonal dhe agjencive shtetërore përgjegjëse për mjedisin. Groposja ose djegja e kadavrave të kafshëve në qendrat e përpunimit post-mortem, sipas pikës 1, neni kryen në mbikëqyrjen e veterinerit zyrtar. Dhe në fund është vendimi 475 datë 30/7/2021 i Këshillit të Ministrave, në të cilin thuhet shumë qartë, njësitë e qeverisjes vendore identifikojnë të gjithë qendrat dhe macet e rrugës në territorin që ata administrojnë, në një regjistër sipas modelit hartuar nga SPV-ja. Njësitë e qeverisjes vendore vënë në dispozicion të AKVMB-s, pra Agjencisë Kombëtare të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, të dhënat e regjistrit sa herë që i kërkojnë dhe vazhdon me disa detyrime të tjera që për kohë nuk po shkojmë më tutje. Pra është shumë e qartë që përgjegjës janë Ministria e Bujqësisë, Agjencia Kombëtare e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dhe në krahun tjetër dhe pushteti vendor për këtë çështje. Pikërisht për këtë arsye, unë kisha thritur në këtë interpelancë Ministrin e Bujqësisë, ashtu siç edhe ju. Edhe një herë tjetër, shumë faleminderit që jeni prezant dhe po dëgjoj përgjigjet tuaja. Faleminderit, zoti Demo, keni